1912 deri në 2025 neve po flasim për të njëjtat kauza, 112-114 vjeç shtet vëlla janë të paga vjet. Zonë Ola dhe Kornicën thu e ka shkruajt mbrëm darkë. Pyetja ime e fundit për ty vëlla, ktheu vetëm pak te kjo fotografia. Është parlamenti 1921-shit. Edhe këtë madhin që për mua është heroi jon kombëtar, një Gjergj Fishta. Dhe portretizoi sot 2025 me Zengjinen, me Sarën, me X-in, me Y-in. Pse ka të keq vëlla? Sepse pjesërisht nuk i duhen njerëz të tillë atyre që janë politik dhe pjesërisht sepse nuk i duhen njerëz të tillë atyre që janë fuqi të mëdha. Se fuqitë e mëdha kanë më të kollajt të komandojnë njerëz si këta që janë sot, sa njësja Gjergj Fishta. Gjergj Fishta, ti e di historinë e Fishtës dhe sepse nuk duan që të kenë njerëz frymëzues si atë Gjergj Fishta. Atë Gjergj Fishta me pak vargje frymëzonte mira vet, të shkolluar të pa shkolluar. Po. Kupton? Kurse këta të çfrymëzojnë. Ti e di historinë e Fishtës për çmimin Nobel? Që ka qenë kandidat. Jo, që pse është refuzuar? Jo. Ka qenë për të marrë çmimin Nobel. Të Mrizizanave. Edhe i thot deklaruese, më thënë shpallësi i fituesit, i thot hiqa do 2 strofat e fundit, ti e Europë më i kurve e motit. Po. Edhe e morë çmimin. Unë tanë Mrizin e Zanave e kam po veç për ato 2 rogje. vetëm për ato 2 strofa kam krijuar gjithë Mrizin e Zanave e ka refuzu. Edhe në konferencën e ambasadorëve në Londër, që i thot nuk ulem te karriga pa ma gjetur vrimën. Pse më rati thon ata vrima? Se një i Serbi atje, shkia ka thonë që ne shqiptarët kena bisht. Po. Ma nxjerr bishtin tani, se un kam bishtin, duhet me vendos bishtin te karriga. Ai burr ka qenë atë Gjergj Fishta dhe i ka të hedhura eshtrat në bun nga prokurori Parruca i Shkodrës vëlla. Është varrosur dhe janë hedhur eshtrat në bun. Sot e këtë ditë shtëpia e Gjergj Fishtës është kasolle, se ai duhet të jetë monument kulture. Shko atje se ka jetu i madhi. Sa veta nga ne i njohim sot? Shumë pak. Por njohim ta të përputhën, njohim ta të Big Brotherit, njohim ta, po. Çka keti ua aksesori. Po. Tash i kanë filluar për shembull vën librat mbrapa makine ke goma, që dikur vinin ngura që të mos bie se vën libra. Po vendosi Enciklopedia Britanika, 1800 euro, 1800 euro vëllim vendosi. E zoti ma, po Flor. Ishte, nuk e di vëlla, është një nga biseda që më ka shijuar më shumë. Ka qenë totalisht e lirë, totalisht pasi lloj pike. Të falenderoj shumë vëlla për këtë që je. Për aq kohë sa ka çuna si puna jote, edhe të ngjashëm me ty, ka shpresë. Më beso nuk ta them për klishe, se unë jam shumë keq për komplimente. Ka shpresë vëlla se na mbytën debilat. E duhet të mbajt njëri tjetrin, se na ka mbytur, më thënë, e gjithë e keqja njerëz dhe inteligjent vëlla që nuk gjen njerë mërus për bashkët. Sepse dhe inteligjentët që kemi neve këtu vëlla janë dhe pak Haxhi Qamil, dun babën, dun gjithë parin vet. Si puna se ti nga Vlora, unë po e them për Gallaz, unë kam vlezën nga si puna e autobusit në Kuq. Duan gjithë janë parë. Në rresht parë. Harrojnë edhe shoferi yll fix. Domethënë, hajde të krijojmë se të ndërtojmë sa kena mundsi neve një strukturë që mos ketë para të jetë pares interpares dhe burrësh. Ajo që kena mësuar nga tavolina rrumbullake arturiane është ai ishte primus interpares, ishte mbreti, neve të jemi pares interpares barabart mes barabartë s'po ndajmë toka. Domethënë është kur ta kuptoj shqiptari që hajde mbritemi gjithë bashkë, rruga tjetër edhe për fëmijën tim, edhe për fëmijën tënd, se na ikin aksidentet, do ta shijojmë shumë pas 10 vjetësh kur të implementohet. Apo të kemi një park, apo mos ta hedhësh atë letrën poshtë, apo t'ja çash gomën shokut, apo kolegut, apo t'i flasësh edhe komshiet. Zhon te ashensori unë kam hello and smile, say hello and smile. Më folo vëlla, se më ke komshi. Mirëmëngjes, mirëdita, nuk më ke armik. Ora nesër pas nesër largo zot më ndodh gjithë fëmijës tat apo babës, do të trokazesh tek makinën time do marrësh, do të vi të çojnë në spital. Po, puna është që për sa kohë ne presim që këto gjëra ti bëjnë tjerët, mos ti bëjmë vet. Këto gjëra s'do ndodhen asnjëherë, se kjo nuk bëhet me 1 2 3 4 5 6 veta. Kjo duhet një frym kombëtar, duhet ta duam të gjithë këtë gjë. Edhe kjo gjë
fillon duke mos thënë që ky për çfarë bëri këtë gjën e mirë, çfarë fiton ky që bëri këtë gjën e mirë. Asgjë e mirë nga njerëz të mirë nuk bëhet për një interes të keq. Avokati Goxha ka thënë perlën vlla, pasi humbi zgjedhjet. Dhe doli i zhgënjur me 2000 vota. Asnjë vepër e mirë nuk do ngelet pa u ndëshkuar. Është perla. Të e kam këtu. Asnjë vepër e mirë nuk ka për të ngel pa u ndëshkuar. Pacient, ky ishte episodi në pavionin ton sot. Shpresoj që t'ju keni ulur çik frekuencat, keni çik kështu goditje frekuencash. Ky ishte Flor Binaj në Tru Podcast. Flor, ke ndonjë gjë për të thënë se të kanë shumë qef njerëzit? Unë thjesht i them të jenë vetvete, mos kenë turp nga vetja, edhe të ngjajnë vetvetes, edhe të ngjajnë familjes, edhe të kalojnë kohë me prindërit, me njerëzit që duan, jo në rrjete sociale, po për zgjellje, sepse Shumë e përkohshme jeta. shumë e përkohshme dhe ikën shumë shpejt. Unë ndash doni me ditë jova, sa herë që shkoj në shtëpi dhe i shikoj prindërit e mi në gjumë, rrit 2-3 minuta vetëm duke i soditur, vetëm për të krijuar iden edhe të krijoj sa më shumë mendime, sepse një ditë do ikim gjithë. Dhe njerëzit kanë një problem që pasi ikin edhe vdesin apo mbaron çdo lloj gjëje, fillojnë pengjet asikur. Ke kohë akoma që mos pendohesh për asikurin. Ky ishte Tru Podcasti për sonde. Nëse keni kritika, mbajini për vete. Natë mirë.